Sëmundjet reumatizmale përfshin një grup heterogjen sëmundjesh. Të mundoheshin ti përkufizoni me një term të vetëm, me një fjali të vetme do të ishte e vështirë, sepse ato kanë veçoritë, karakteristikat e tyre që i dallojnë nga njëra tjetra dhe që na ndihmojnë në diagnostikim. Në një këndvështrim të përgjithshëm, do thoshim që sëmundjet reumatizmale janë sëmundje ku sistemi imun prodhon përgjigje inflamatore që atakon kyçet, por jo vetëm. Nuk ngelet vetëm në prekjen e aparatit lokomotor, por shkon edhe te kalon këtë prekje, duke prekur aparate të tilla si aparati kardiovaskular, sistemi respirator, sistemi nervor, lëkurën. Në këtë këndvështrim, sëmundjet reumatizmale janë sëmundje sistemike me prekje multiorganore. Në qoftë se do tentonim t'i gruponim, mund të ndanim në 3 kategori të mëdha. Në grupin e parë përfshihen sëmundjet osteodegenerative, ato që rëndom nga popullata njihen si reumatizëm, janë sëmundjet më të shpeshta, janë sëmundjet në të cilat konsumohen strukturat artikulare për arsye nga më të ndryshmet, mosha, predispozicioni gjenetik, mbipesha dhe në shumicën e rasteve, shenjën prezantuese kanë dhimbjen, që dhimbja është e karakterit mekanik, pra një dhimbje që është e lëvizjes, shoqërohen me vështirësi në lëvizje dhe në stade më të avancuara edhe në kufizim të lëvizjes. Pavarësisht se këto mbartin një barë të lartë socioekonomike, ky është grupi që për mjekët reumatolog është më i thjeshtë për të diagnostikuar dhe për të menaxhuar. Në grupin e dytë futen sëmundjet autoimune, ku në sëmundjet autoimune përfshim sëmundjet që prekin indin lidhor. Indi lidhor është struktura mbështetëse e çdo aparati, organi, sistemi që ne kemi në organizëm. Pra, kudo në trupin ton ka ind lidhor. Këtu janë ato që bëhet fjalë për sëmundjet sistemike me prekje multiorganore, ndonjëherë organe që kanë dhe funksione jetike. Dhe diskutimi, debati shkencor kohët e fundit zhvillohet pikërisht në drejtim të këtyre sëmundjeve. Pavarësisht se është bërë progres i madh në lidhje si me diagnostikimin, por edhe me trajtimin e tyre, përsëri ka element të tyre që akoma janë të paqartë. Në grupin e tretë janë sëmundjet metabolike të kockave. Në sëmundjet metabolike të kockave, më e shpeshta është osteoporoza, që e njohin shumica, në të cilën prishet arkitektura e kockës dhe rritet risku i saj për frakturë. Por janë dhe sëmundje të tjera, siç është sëmundja e paxhet ose ostemalacia.